O djema, ku keni mundësi, unë po flasë ma ato djemat që i kanë lek, po asë një gjatë keqe për ato që i kanë ma pak, po këtu duhin i fi ato që i kanë shumë lek. Ku e gjeni ju një kafsh, e thot me të vërtet a i Flori, e thot me të vërtet bukur këtë, kafsh, edhe ati, edhe me të vërtet prezentën kafshat bukra. Po dhe kjo, ashtë një kafsh o djema si nuk ke qatë ti thush, 612 kaj fuqi, edhe goja më gatrohet, 612 kaj fuqi, du të mi thënë me rokje. Janë gjitha këtu mërna, 612 kaj fuqi. Kameraman, tërgoje që këtë makinë, tërgoje, djemëve që, po djemëve që i kanë lek, ore, për ta pojë mund të shqip një ju tjërë, po, ato që i kanë lek, hapë të përmenë, hapë. Doni të nxoni gjanë ma kryesore, atë zhurmin si kënaq shpirtin, si ta hap shpirtin. Ja të unë kajme në gjumë, hajë. Fikun se përna vjen karabinieri, se pa hojnë ata kush e gjujti këtë për mu, këtu të puna, quindi pa fikim. Se për ndryshe kjo ku i shek të si për e mori karabinieri në telefon, jemi në Itali o quna, kemi në Shqipëri, qatë bëjmë ne, na ka zënë halli, jemi në Itali. Okej, Mercedes GT 2017, vetëm me 103.000 km. Çmimi i kësaj makinet do t'jenë 105.000 euro. I pa diskutushëm në asë një lloj mënyre. Tregoj oj qik, banja një video kështu, ta më hinës, edhe ec aty. Qati thoni, një kërvisht e marë vogële, një gja marë vogële. Nuk ka shansë kjo makinë më gjithë me 612 kaj fuqi, asë në Itali, asë në Gjermani, djema. E ko që ju shkoni hini në për internet, sa njëve dhe shkoj të hini internet do të thotë, po jo po unë gjaj kaq, jo po unë gjaj aq. 612 kaj fuqi, në libres, shansë nuk keni për ta gjithë. Ecë aty.